momentet më të vështira që kam kaluar në jetë ka qenë humbja e të dy prindërve të mi. Humbja e mamas time para 6 vitesh dhe humbja e babait tim të shkurt që kaloi. Pa diskutim që për këdo është humbja e prindit është ndjesia më vulnerabël dhe dhimbja më e vështirë, dhimbja që ti nuk e çaj bën, dhimbja që ti kompromison që ta pranosh, e fut në një kuti dhe jeton gjithë jetën me të. A i bëre të lumtur prindrit sa kohë që ishit bashkë, ishin ata të kënaqur me sukseset e tua? Unë prindërve të mi i kam sjell pa diskutim. Babai tim i kam plotësuar ëndrrën, sepse babai im ka qenë këngëtar, donte ta vazhdonte dhe në një farë mënyre e ndoqi ëndrrën e tij nëpërmjet meje. Mama ime ka qenë artiste, ka qenë piktore, unë e kam marrë dorën, i kam marrë syrin estetik, pikturoj edhe për të dhe për veten time.